Edhe Kosovës ku e kam më shumë, te Kosova. Mendoj që patjetër nuk ka se si të mos jetë në program duke patur parasysh dhe të gjendje delikate politike dhe gjithë valën e konfliktit politik, nëse mund ta quajmë kështu, i cili akoma nuk është i sheshuar 100% në lidhje me Kosovën dhe marrëdhëniet e saj me Serbinë në kontekstin e konflikteve në kufi, që të sqarohemi të kjo pikë. Sepse deri para pak vitesh ne flisim për një projekt franko-gjerman, kurse tashmë është harruar si asociacioni, dialogu thuajse ka ngrirë, pra Europa ka problemet e veta, SBA-ja të vetat, dhe duket sikur janë shkëputur pak. Sepse është logjike që në një moment ku në vende të caktuara ka vatra më të mëdha konflikti që mund precipitojnë deri në luftra botërore, atëherë unë mendoj që është logjike që kjo vëmendje të duket sikur në një moment caktuar të drejtohet në një drejtim tjetër, por unë nuk mendoj as pak. Duke qenë se edhe vetë historia ka treguar që Kosova ka qenë një pikë shumë e fortë e vëmendjes ndërkombëtare dhe me çfarë ka kaluar Kosova deri tani. Natyrisht që ata nuk mendoj që do ishte një naivitet dhe një gabim pafalshëm i Evropës që të ishte vëmendjen nga Kosova dhe nga rreziku, nëse mund të shprehem kështu, nuk e di, jam në fjalën e duhur, që mund të vi nga konflikti, sepse ne duhet ta dimë që Kosova dhe kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është akoma një valë nxehtë e konfliktesh të vazhdueshme. Kështu që e para në këtë këndvështrim do ishte naive nga ana e Evropës nëse ajo do ta kishte hequr vëmendjen ose do kishte një lloj, por e para në kontekstin e gjithçka çfarë po ndodh, një devijim të një objektivi që është pak më i rëndësishëm momentalisht, atëherë mendoj që është shumë logjike. Por natyrisht nuk mendoj që do arrinte deri në atë pikë që specifikisht Gjermania ta hiqte domethënë vëmendjen sikur e fundit fare, dhe duke patur parasysh që ajo tani momentalisht është duke u marrë dhe me politikat e emigrantëve. E para nuk ka asnjë lloj interesi që ta bëj këtë në të gjitha kontekstet, po mora vetëm një shembull minimal ose një shembull që është ndoshta më pak i rëndësishëm për situatën. Kështu që ndoshta mund të ketë një devijim pak të vëmendjes, duke qenë se ka probleme pak më të dukshme, të cilat mund të sjellin në konflikteve më të mëdha, por nuk mendoj që vëmendja komplet nga Kosova do të ishte, duke patur parasysh këtu që Kosova ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë gjë duhet ta theksojmë. Dhe është faktor kyç për mbajtjen dhe ruajtjen e paqes në Kosovë dhe në rajon, natyrisht. Ju preket pak më larg marrëdhënia e Serbisë me Rusinë, pra është në ditë të mira dhe kështu ka qenë gjithmonë, kështu që mendoj që nuk u intereson që të ketë një lloj disproporcionit kësaj natyre. Pra është në interesin edhe të Bashkimit Evropian që Kosova, aktualisht Kosova po bën një politikë shumë të mirë në nivel të ndërkombëtar, çfarë i ka forcuar dhe pozitat e Kosovës në syt edhe të ndërkombëtarëve. Dhe kjo është gjë shumë e mirë për Kosovën, po natyrisht edhe për Shqipërinë, duke qenë si dy shtete të cilat me të njëjtën kombësi, janë dy shtete të së njëjtës kombësi, për ne është një tjetër fort mirë në arenën ndërkombëtare, paraqitje e tillë. Po natyrisht, ne nuk mund të flasim me siguri për sa kohë jetojmë një botë kaq të pasigurt politikisht dhe jo vetëm, që kështu nga një konflikt i vogël ndonjëherë mund të jetë shkak për të precipituar në konflikte shumë të mëdha, që kështu natyrisht ne flasim gjithmonë konceptin e një analize ose një mendimi personal ose një vlerësimi të gjithë gjendjes, çfarë në një sens duhet ta sqarojmë dhe na paraqesin mediat. Dhe ato çfarë politika dhe strukturat e tyre na thonë, na japin të drejtën, sepse ne duhet kemi parasysh që meqense kjo bisedë është pak në kontekstin e bashkëbisedimit, ne duhet kemi parasysh që pjesa më e madhe e vendimeve politike realisht bën underground, bën në fshehtësi të plotë të gjithë shteteve të fuqishme, që kështu ne dim çfarë na serviret dhe çfarë analizojmë nga ngjarjet që kanë ndodhur.
por ne nuk dim realisht se çfarë shihet dhe çfarë gatuhet në lëmin e madh politik ndërkombëtar global, e cila nuk dihet realisht se ku i ka interesat e saj të vërteta brenda, ose mund të dyshojmë, por nuk janë politika thellësisht të vështira për t'i kuptuar dhe analizuar. Ne flasim atë çfarë ne shikojmë dhe na serviret, edhe ne analizojmë dhe duke patur parasysh edhe ku jetojmë, çfarë po ndodh përreth e në këtë këndvështrim. Pra e kemi pak empirike, nëse mund shprehem kështu, analizën të cilën ne i bëjmë në fund të ditës. Janë fuqi të mëdha, janë shtetet e fuqishme ekonomikisht dhe jo vetëm, të cilat në të vërtetë e bëjnë të gjithë lojën, bashkëpunimet, diplomacia nuk është thjesht ajo çfarë ne realisht shikojmë nëpër media, nëpër takime, nëpër samite, nëpër konferenca ndërkombëtare, është gjë shumë herë më e thellë. Kështu që ne përpiqemi të rrim tek ajo që ne dimë edhe mund të analizojmë, natyrisht e parë gjithmonë nga larg, që të jemi sinqertë.